Pas rreth 4 ditëve mungesë për shkak të një gjendje gripale, Sali Berisha doli përpara gazetarëve, duke akuzuar kryeministrin Edi Rama për shkarkimin e kreut të Gardës së Republikës. Unë jam transparent. Nuk bëj si ai tjetri që të shkarkoj komandantin e Gardës pse infermierët nxjerrin lajme. Unë një orë po pata problem shtetësor, unë njoftoj publiku. Kisha një gjendje virale e cila kaloi pa asnjë ndërlikim të veçantë. Kreu i PD-s akuzoi deputetin Arkend Balla se është i zgjedhur i kartelit të troplinëve në Durrës dhe për këtë ai tha se ka prova që socialisti ka punuar në kompani që drejtoheshin nga troplinët. Arkend Balla, i parashikuar si ministër i brendshëm, njeriu që mori 5200 vota më shumë se Edi Rama në qarkun e Durrësit, është i lidhur shpirt dhe xhep me këtë kartel. Arkend Balla ka deklaruar veten të punësuar vetëm në Universitetin e Durrësit, por rezulton se nga data 1 qershor e vitit 2021 deri me datën 5/8/2023, famozi Arkend Balla ka qenë i punësuar në kompaninë Nisatel. Prej majit të vitit 2018, ortak i vetëm i Nisatel është shtetasi Sadrit Danaj. Sadriti është vllau i Nexhmedinit dhe Vexhi Danaj. Nexhmedin Danaj, pas një hetimi 5 vjeçar të antimafjes italiane, është akuzuar për trafik ndërkombëtar droge në bashkëpunim me shtetasin Elvis Doçi apo Visi i Pojës. Sali Berisha u shpreh se denoncimet për krimet zgjedhore do të vijojnë.